kërkesa, sepse Italia operoi në të njëjtën mënyrë edhe me ultimatumin që Guzzoni, generali Guzzoni i dërgoi monarkut shqiptar, edhe një vit më vonë kur ju dësht i dërgonte ultimatum qeverisë greke, pra dihet ajo shprehje e famshme me taksas që hyri në histori pastaj. Oqi. Pra, mënyra se si është operuar ka qenë e njëjtë, por kuptohet mënyra si është reaguar nuk ka qenë e njëjtë në shumë pikpamje, por ka qenë e njëjtë në kuptimin e refuzimit zyrtar. Por, a kemi ne arsye që ta ngrem në nivelin e Oqit greke? Jo, nuk kemi arsye sepse më pas ajo që ndodhi nuk na bën të ndjemi krenar. Por institucionalisht populli shqiptar i tha jo pushtimit të Italisë, kurse fakti që I tha jo, po nuk kishte fuqi për të reaguar, kurse Greqia kishte këtë fuqi. Duhet të dalë. Në shkrimet e mia vazhdimisht kam tentuar të bëj ato krahasimet, paralelizmat dhe të them që për ne Gjermania që e bëri Greqinë të nënshkruante kapitullimin ishte Italia. Pse? Sepse raporti i forcave ishte i tillë. Dhe që nga ligjet e fizikës deri ke ligjet e politikës dhe të gjithë fushave të tjera, kuptohet është ligji i dominimit më të fortit. Sepse vazhdimisht aty kam bërë një pyetje retorike që duket pak edhe sigurisht shumë provokuese. Kam thënë në një moment aty në rreshtat të shkrimeve të mia kam thënë përse Greqia nuk i tha Oqi dhe Gjermanisë. Dhe në fakt